Në ambientet e muzeut të ri arkeologjik u zhvillua një takim i zgjeruar me operator turistik, studiues, arkeolog, arkitekt dhe përfaqësues të agrobizneseve. U prezantuan fazat përfundimtare të projektit. Ndërlidhja e turizmit përmes trashëgimisë kulturore dhe zgjidhjeve inteligjente në Lezhë dhe Çakov. Takimi u fokusua në paraqitjen e zbulimeve arkeologjike dhe risive teknologjike që të aplikohen në Muzeun Arkeologjik të Lezhës, si dhe në mbledhjen e sugjerimeve nga pjesëmarrësit për organizimin final të ekspozitave dhe pajisjeve moderne. Duke qenë se kemi të bëjmë një shitet, jo pse është shitet, jo, por një shitet ndër vjetrit në Shqipëri dhe në rajon, kuptohet se dhe numri artefakte të zbuluar në qytetin tonë për gjatë vitin, falë ekspozitave arkeologjike që janë zhvilluar në Trullën e Lezhës dhe në rrethina, ka nxjerrë në dritë objekte të shumta, gjetje të shumta arkeologjike. Ishte udhës faktikisht kjo i ka munguar që të duhej me kohë një muze arkeologjik të tillë. Më në fund ja arritëm që ta ndërtojmë një muze të tillë. Tu do të paraqiten artefaktet, objektet më kryesore, të cilët faktikisht nuk ndodhen në Lezhë, por ndodhen në Institutin e Arkeologjisë të Tiranës, pranë Akademisë së Shkencave. Do të ekspozojmë aq sa na lejon, na jepet mundësia për të ekspozuar, se një pjesë e madhe e këtyre objekteve që janë zbuluar ndër vite kanë kaluar fondin themeltar, në fakt nuk është një proces i lehtë për të rimarrë për të rikthyer sërish në Lezhë. Ne jemi në përpjekje dhe po zgjedhim objektet më me vlerë për të ekspozuar në mënyrë që t'i vendosim këtë muze. Do të jenë në total 10 ekspozitorë, pjesa më e madhe objekteve me përmasa të ndryshme, formave edhe vjetërsive do të paraqiten në këto ekspozitor, ndërsa për sa i përket amforave, objekte më të mëdha në madhësi mbi shkrimin që ndodhen në bloqe prej guri, do të ekspozohen të shkëputura me platforma të veçanta, pra jo në ekspozitor. Pjesa tjetër është e gjitha do të vendos në ekspozitor xhami. Atëherë, duke qenë se jemi në një pozicion shumë strategjik që kemi zgjedhur për ndërtuar muzeun, është pikërisht vendi i kryqëzimit të rrugës mes lagjes historike Sherr dhe kështjellës mesetare të Lezhës, është vendi i duhur se mund të rrisë edhe numrin e vizitorëve brenda në kështjellën e qytetit. Po në njëjtën kohë rrisë edhe numrin e vizitorëve në vetë qytetin e Lezhës. Ky format i hapur konsultimi u vlerësua si një praktikë e re për vendin, me synim për të shndërruar një model për projekte të tjera të ngjashme. Aktiviteti u organizua nga Bashkia e Lezhë në bashkëpunim me përfaqësues të delegacionit evropian.